Merrni uthull molle dhe përdorni në këtë mënyrë. Nuk do vuani kurrë nga këto 9 probleme. Kur të zgjoheni në mëngjes, do të largohen dhimbjet e barkut dhe të lukthit, por edhe era e keqe, niveli i lartë i sheqerit, por kohë pas kohe edhe shtresat dhjamore. Cilësia e mirë e uthullës së mollës është gjithashtu një produkt fantastik që mund t'jap shumë organizmit tuaj. Dëgjoni me vëmendje cilësitë e mira të uthullës së mollës, të cilën mund ta përdorni edhe nëse pini një lugë të vogël para gjumit, dhe jemi të sigurt që shumë shpejt do t'ju kalojë edhe kjo shprehi. Duke u bazuar në shumë studime, obeziteti është i lidhur ngushtë me gjumin. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Sa më shumë peshë të ketë një njeri, aq më shumë probleme me gjumin do të ketë ai. Uthulla e mollës ka aftësinë të luftojë grumbullimet e dhjamit dhe të reduktojë gjithashtu oreksin tuaj. Uthulla gjithashtu përmban pektin që relakson trurin, kështu që kur ndiheni të uritur para se të flini, hiqni dorë nga çokolata dhe përzieni një lugë gjedhe uthullmore në një gotë me ujë dhe konsumoni atë. Bakteriet përgjegjëse për dhimbjet e fytit nuk mbjetojnë dot në një ambient ku ka uthullmolle. Merrni një lugë çaji uthullmolle dhe e kaloni një orë përpara se të shkoni në shtrat. Uthulla e mollës do të stimulojë nervat përgjegjës për lemzën dhe shijimi i uthullës së mollës do të bëjë që nervat ta harrojnë lemzën. Një lugë çaji me uthullmolle e tretur në një filxhan me ujë mjafton për ta ndaluar atë. Uthulla e mollës është e pasur me magnez, kalium, vitaminën B1, B2, A dhe E. Pastron mukozën dhe sinuset. Përzieni një lugë çaji uthullmolle në një gotë me ujë dhe e pini përpara se të shkoni në shtrat. Uthulla e mollës ka aftësinë të rregullojë nivelet e acidit në stomakun tuaj. Thjesht përzieni një lugë gjedhe uthullmolle në një gotë me ujë dhe e pini përpara se të shkoni në shtrat. Rezultatet e mira të saj do të luajnë një rol pozitiv në reduktimin e komplikacioneve dhe në rritjen e vlerave të trupit. Ndaj sigurohuni që ta përdorni atë si duhet. Uthulla e mollës gjithashtu mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë pasi është e pasur me magnez dhe vitaminë B1, B2, A dhe pastron mukozën dhe sinuset. Uthulla e mollës ka aftësinë të rregullojë nivelet e acidit në stomakun tuaj. Thjesht përzieni një lugë gjedhe uthullmolle në një gotë me ujë dhe e pini pak përpara se të shkoni në shtrat. Bakteriet në gojën tuaj mund të jenë shkak edhe për komplikacione. Siç e tham edhe më parë, uthulla e mollës mund të vrasë bakteriet duke lënë gojën tuaj më të freskët. Ju do të merrni një lugë çaji uthullmolle përpara se të shkoni në shtrat. Uthulla e mollës ju ndihmon që ju të harroni pa gjumësinë gjatë natës që shkaktohet me dhimbje në stomakun tuaj. Ju nuk do të keni probleme me gazra dhe stomakun dhe shtrëngimet. Përzieni një lugë çaji uthullmolle në një filxhan me çaj të ngrohtë dhe e pini pak përpara se të shkoni në shtrat. Pagjumësia është e lidhur ngushtë me digestionin. Uthulla e mollës ju ndihmon në problemet e fryrjes dhe të përziera. Pini një lugë çaji uthullmolle me mjaltë në një gotë me ujë të ngrohtë përpara se të flini. Mungesa e kaliumit konsiderohet si një nga shkaktarët kryesorë të dhimbjeve të gjurit. Për fat të mirë, uthulla e mollës është e pasur me kalium që ka aftësinë të reduktojë dhimbjet dhe të reduktojë gjithashtu edhe problemet me këto komplikacione duke rregulluar balancën e qëndrimit në trup. Uthulla e mollës mund të jetë një produkt fantastik edhe në betejën kundër luhatjeve të sheqerit në trup. Nivelet e larta të sheqerit në gjak janë ndër problemet më të larta të njerëzve që vuajnë nga pagjumësia. Uthulla e mollës mund të përmirësojë ndjeshmërinë e insulinës duke reduktuar edhe sheqerin. Ju mund të merrni 2 lugë çaji uthullmolle për këtë problem dhe rezultatet që do të keni do të jenë vërtet fantastike. Uthulla e mollës është një ilaç popullor në shtëpi. Njerëzit e kanë përdorur atë ndërshekuj me radhë në gatime ose në mjekësi. Shumë njerëz pretendojnë se mund të lehtësojnë një gamë të gjerë të ankesave shëndetësore. Uthulla e mollës ka veti të ndryshme shëndetësore, përfshirë efektet e tyre antimikrobike dhe antioksiduese. Për më tepër, provat tregojnë se mund të ofrojë përfitime të mira shëndetësore, të tilla si humbja e peshës, ulja e kolesterolit, ulja e niveleve të sheqerit në gjak dhe përmirësimi i simptomave të diabetit. Sidoqoftë, ekzistojnë disa ullëtime që rekomandojnë pirjen e uthullës së mollës. Uthulla e mollës është e pasur me substanca të shëndetshme.
Uthulla e mollës bëhet duke fermentuar sheqerin nga molla. Kjo i kthen ato në acid acetik, i cili është një përbërës kryesor aktiv të uthulla dhe mund të jetë gjithashtu përgjegjës për përfitime të tyra të shumta në mbrojtjen e organizmit. Ajo mund të ndihmojë në shkatrimin e bakterieve të dëmshme. Substanca kryesore, acidi acetik, mund të vrasë bakteriet të dëmshme dhe të parandalojë gjithashtu edhe shumimin e tyre, citon Elthisaj. Ato njihen si një dezinfektues mjaft i mirë ushqyes në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Uthulla e mollës ka treguar përfitime të mira në përmirësimin e ndjeshmërisë së insulinës, duke ndihmuar në uljen e përgjithshme të sheqerit në gjak pas ngrënies. Studimet tregojnë se uthulla e mollës mund të përmirësojë ndjeshmërinë e insulinës me 19 deri në 34% gjatë një vakti të lartë me karbohidrate dhe të ulë gjithashtu nivelet e larta të sheqerit në gjak. Uthulla e mollës është një produkt fantastik në betejën kundër këtyre komplikacioneve dhe gjithashtu të ndikojë edhe pozitivisht në organizmin tuaj. Ajo mund të jetë një zgjidhje fantastike në rritjen e vlerave të trupit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Uthulla e mollës mund të ndihmojë gjithashtu edhe në reduktimin e problemeve të peshës. Studimet tregojnë se përfshirja e uthullës së mollës në dietën tuaj mund të jetë një element i mirë ushqyes kundër këtyre komplikacioneve. Sigurisht, përdorime të tilla të uthullës së mollës mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese për shëndetin e përgjithshëm. Ekspertët citojnë se uthulla e mollës mund të ndihmojë gjithashtu edhe në përmirësimin e shëndetit të lëkurës. Uthulla e mollës natyrisht ka veti të mira antimikrobike dhe antimikrobike, që do të thotë se ndihmon në përmirësimin e barrierës së lëkurës në parandalimin e infeksioneve. Rezultate të tilla citojnë se mund të jetë një zgjidhje efektive kundër komplikacioneve. Por si ta pini uthullën e mollës? Uthulla e mollës ka në përmbajtjet e saj efektet acide, prandaj mund të shkaktojë djegësira në zonën e fytyt. Përpasoj, ajo nuk rekomandohet të pihet direkt nga shishja. Ekspertët thonë se uthulla e mollës duhet të tretet në një filxhan me ujë. Ata sugjerojnë gjithashtu edhe tretjen e 1 deri në 2 lugje dhe uthull molle në një filxhan me ujë. Por çfarë ndodh me organizmin tuaj nëse konsumoni uthullën e mollës çdo ditë? Më pak toksina dhe bakterie në stomak. Uthulla e pafiltruar e mollës është e pasur me fiber e cila do të mbrojë stomakun. Përveç tretjes dhe problemeve të paksuara me stomakun, uthulla do të shërbejë edhe si një laksativ efektiv kundër këtyre komplikacioneve, duke mbajtur larg gjithashtu edhe shqetësimet që i kanosen shëndetit. Përveç tretjes dhe problemeve të paksuara, uthulla është një zgjidhje shumë e mirë për çështje si konstipacioni. Uthulla e mollës është fantastike edhe në përmirësimin e niveleve të pH-it. Uthulla e mollës mund të ndihmojë në rikthimin e ekuilibrave të pH-it, veçanërisht të lëkurës dhe të flokut. Ju mund ta aplikoni në lëkurë dhe në flok çdo mëngjes dhe në mbrëmje, duke tretur në ujë për të marrë kështu efektet e saj të rëndësishme ushqyese. Uthulla e mollës është një produkt fantastik edhe në lehtësimin kundër infeksioneve. Miku dhe infeksionet janë një rrezik i vazhdueshëm për organizmin që del shpesh jashtë kontrollit. Uthulla e mollës përbën një recetë shumë të mirë ushqyese kundër këtyre komplikacioneve, ndihmon në lehtësimin e problemeve të ngjashme dhe përmirëson gjithashtu edhe organizmin tuaj. Do të keni më pak toksina në organizëm nëse e përdorni uthullën e mollës si duhet. Uthulla e mollës e pafiltruar ndihmon në detoksifikimin e mëlçisë. Mjafton të tresni një lugje dhe uthull mollën në një gotë të madhe me ujë dhe ta konsumoni atë rregullisht. Nëse merrni medikamente të caktuara, gjithmonë duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për të evituar kështu edhe gabimet në përdorimin e saj. Uthulla e mollës është një produkt fantastik. Edhe për të rënë nga pesha mund të japë rezultate mjaft të mira ushqyese kundër këtyre komplikacioneve. Ndaj mos nguroni që ta keni pjesë të dietave tuaja të rregullta. Uthulla e mollës do të rrisë ndjesinë e ngopjes nëse pihet gjatë një vakti të pasur me karbohidrate. Ekspertët thonë se konsumi ditor i uthullës së mollës mund të ndihmojë në paksimin e depozitave dhjemore dhe të ndihmojë në arritjen e një peshë më të mirë për trupin. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.